Në seancën e 13 të Këshillit Komunal, këshilltarët e BDI-s me pankarta protestuan në lidhje me programin e komunës së Tetovës për menaxhimin e tokës ndërtimore. Megjithatë, kjo pikë e rendit të ditës kaloi me 16 vota. Sipas këshilltarit e Berat Murati, komuna e Tetovës po e shet tokën ndërtimore me €1 për metër katror. Patëm një debat të ashpër dhe shumë demokratik, ku protestuam edhe me mjete demokratike për ndalimin e shitjes së pronës publike, shitjen e pronës komunës të Tetovës. Mirë po, siç e shqyquat edhe ju, ata vleni votuan me 16 vota për shitjen e pronës publike me një vlerë prej €1, për shembull për Saraqinën, me vlerë për €38.000, një sipërfaqe për 38.000 metër katror, që është skandaloze. Ata u arsyetuan se është vetë çmimi fillestar dhe me sa duket edhe më sfidoi mua personalisht edhe partinë time, unë do ta sfidoj dhe do ta vërejmë se ajo është pronë veç më është shitur. Mirë po, i ngelet kohës që ta vërtetojmë. Këshilltari Agron Arifi nga Më Mirë për Tetovën thotë se qytetarët e Tetovës duhet të dinë për parcelat që janë në kuadër të komunës së Tetovës. Me thënë, kjo është program për menaxhim me tokën ndërtimore. Komuna e ka obligim programin vjetore ta bëjë, cilën mund ta ndryshojë, shtojë pikë ose të tërheqë. Kjo nuk do me thënë se komuna do i shes tokat, mirë po qytetarët duhet ta dinë dhe të informohen se cilat parcella janë në programin për shitje. Pasi disa seanca me radhë kam kërkuar nga sektori i urbanizmit të vendohet në funksion projektori që qytetarët ta dinë. Pasi një gjë e tillë nuk bëhet, atëherë detyrohemi ne të tregojmë cilat janë parcella. Por Albi Qamili nga Vlen thotë se komuna nuk do të shes tokë me €1 për metër katror, ndërsa akuzon se çmimorëja ekzistuese është sjellë nga vetë BDI-ja në vitin 2016. Është vërtet qesharake, është e habitshme kur këshilltarët e një partie të cilët kanë shitur gjysmën e qytetit me çmim se si u kanë konvenuar oligarkëve të tyre, po akuzojnë se sot ne po shesim parcela dhe toka me €1 metër katror, ku edhe vetë çmimorja dhe rregulloria e çmimit është sjellur kur vetë ata kanë qenë në qeveri, pra ky ligj është miratuar në vitin 2016 dhe sot po na akuzojnë edhe neve. Kjo nuk është e vërtetë. Do të kemi parasysh faktin se në qeverisjen e atyre kanë lënë 13.000 objekte pa leje, ndërsa ne sot gjithçka që po bëjmë me plan, po mundsojmë qytetarëve që gjithçka që ndërtojnë me plan dhe objektet e tyre t'i kenë me leje. Pikat e tjera të rendit të ditës ishin edhe raporti vjetor i ndërmarrjes publike komunale Tetova-Tetov, ndërsa si pikë 6 është vendosur edhe mbulimi i humbjeve të ndërmarrjes publike Tetova-Tetov.